Historia e një njeriu që s'u dorëzua kurrë. Diku në një fshat të thjeshtë mes shtëpive të ulta dhe tokave të varfëra, jetonte një djalë që askush nuk e mendonte se do të bënte diçka të madhe. S'kishte para, s'kishte mundësi, s'kishte mbështetje, por kishte diçka që të tjerët nuk e shihnin: vendosmërinë. Çdo mëngjes zgjohej herët për të ndihmuar në punët e shtëpisë, pastaj vraponte drejt shkollës, nuk kishte libra të rinj, i përdorte të vjetër, nuk kishte njerëz që të udhëzonte veten. Kur të tjerët dilnin, ai mësonte. Kur të tjerët qeshnin, ai ëndrronte. Në çdo hap e talnin: çfarë mendon se do bëhesh ti? Ai nuk ka asgjë, ai nuk do arrijë kurrë, por ai nuk i dëgjoi. Ai mbante mend vetëm një gjë: qëllimin. U rrëzua disa herë, u lë, u demoralizua, u ndje vetëm, por asnjëherë nuk u dorëzua. Ai e dinte se një ditë diku përpjekja e tij do të shpërblehej. Vitet kaluan dhe ai doli i suksesshëm, jo sepse ishte më i talentuar se të tjerët, por sepse ishte më i qëndrueshëm. Mesazhi i historisë: nuk të bëni mall vendi ku lindet, por vendimi për të mos u dorëzuar. Kush lufton çdo ditë, fiton një ditë, dhe kush nuk dorëzohet kurrë, fiton gjithmonë. Lexoj Husni Vali.